me Bankën Popullore në botën e financave. Metodat moderne të pagesave. Pagesa me kartë kontakti. Kur paguani me post terminal me kartë kontakti, tregtari shënon shumën e transaksionit, fut kartën ndërsa zotruesi i kartës shënon pinin. Shuma e transaksionit është shënuar në faturat e post terminalit, prej të cilave njëra është për tregtarin, ndërsa tjetra për klientin. Pagesa me kartë kontakti pa kontakt. Gjatë kësaj metode të pagesës, pas shënimit të shumës nga tregtari, nevojitet vetëm të afroni kartën afër post terminalit, i cili pranon pagesa pa kontakt. Pinin e shënoni nëse shuma e transaksionit është më e lartë se 750 denar për Mastercard dhe 1100 denar për kartat Visa. Kartat pa kontakt përmbajnë këtë simbol. Kjo teknologji mundson pagesa të sigurta dhe efikase, zvoglim të radhave për pritje. Ekzistojnë masa të veçanta mbrojtëse të cilat sigurojnë pagesën e çdo transaksioni vetëm një herë edhe në raste kur karta afrohet 2 herë. Pagesa me kartë nëpërmjet internetit. Kartat e pagesave mund të përdoren për blerje të produkteve dhe shërbimeve nëpërmjet internetit. Edhera çfarë ju duhet të bëni është të shënoni të dhënat e kartës në fushat përkatëse. Me kërkesë të klientit, banka mund të hapë edhe një llogari të veçantë për internet kartë, e cila do të përdoret vetëm për pagesa nëpërmjet internetit. Përparësia është aspekti i sigurisë, sepse klienti e rimbush llogarinë vetëm me shumën e nevojshme për blerje përmes internetit. Bëhuni të mençur me paratë. Mbështetur nga Fondi Evropian për Europën Juglindore.